Nga kampi I azil kërkimit shtatzën dhe vetëm në një familje të bukur me 4 fëmijë dhe një bashkëshort. Fav, një grua shtatzën në kamp vetëm vendoset lije Greqin, një emigracion I parë për një emigracion të dytë. Çfarë gruaje e fortë je ti moj vajzë? Të gjithë femrat e tjera. Kush është ajo femër që s'është e fortë? Të gjitha janë. Pavarësisht disa e shprehin me fjalë që smundem, po thellësisht për brenda ato ruan një forcë të paparë. Vëri femrat në sprov dhe shikoj se sa forcë do kenë. Aty dallohet forca e një femre në sprova. Çfarë e mire të sollit ty e dashur nga Greqia në Gjermani? Do të thënë, kreshqitave nuk pëlqen të emigrojnë, po kanë arsye të veta që emigrojnë. Valla për zotin, mos kisha fëmijë dhe të ishte gjendja çik më ndryshe nga ana ekonomike, do isha kthyer përsëri në Greqi. Jetën e Greqisë nuk e krahasoj me asnjë, përveç se të Shqipërisë. Dhe ti në lekë të Greqisë more të dashurin e asaj kohe dhe vendose të vije në Gjermani. Unë kam ardhur këtu në Gjermani në 2015, kam qenë shtatzën. 5 e gjysmë. Mua më pëlqeve shumë dhe që më tregove historinë magjike të shtatzënis, se si e kishe marrë vesh. Kisha qenin me vete, sa kisha ardhur me ish bashkëjetuesin atëherë dhe po nxirja qenin në mëngjes, domethënë, edhe po shikoj një indian 2 metra gjatë, edhe po ma bën më shenjë që hajde këtu, dhe i them unë hajde ti këtu pse të vi unë. Dhe vjen ai dhe më thot mua unë jam parashikues I fatit, më thet thash, edhe mbyll syt më thot mua, edhe aty fillon ai, më tregon. Në një moment më thot mua që ti je shtatzane, më thot mua me personin dhe të do 50 me 50, do kesh shumë vështirësi në jetë. Në këtë vit do kalosh një periudhë që je në gremin të vdekjes, me vite dhe me muaj. Thosh jam ky tani çfarë po thot ky. Dhe për ta provokuar I them më trego të kaluarën time, sepse unë e di. Dhe ai fillon më tregon të kaluarën time me persona, me çdo gjë. Dhe aty u vërtetua që ky është as. Dhe kur kam bërë testi zhiva direkt shtatzane. Thash po, ç'a bëhet? Ish bashkëtuesi nuk donte më. Ti ishe vetëm 26 vjeç. Po, dhe thash ç'a do bëj unë tani? Ku do shkoj unë, ku do mbytem? Me një fëmijë larg familjes. Nuk I kisha treguar familjes se jo për frikë, po më vinte zorë më shumë. Ai ma bëri këtë, domethënë nëse ke çun edhe mund të kthemi. Po e ke gocë, vazhdo punën tënde. Dhe pas andaj flas me shoqen time të ngushtë, ajo familjare me fjalë. Dhe ajo më ndihmoi, më bati 3 muaj në shtëpinë e saj. Dhe do të ishte qelloj që unë e kisha gotë, shoqja ime u gëzuar në maksimum. Thënë arrita që I them ginekologut më jep pilulë që unë ta heq fëmin. Dhe ajo tani ma merr ilaçin fshorazil dhe ma hedh në banjë, në toalet. Po, dhe shkarkusi nuk e kishte marrë krejt ilaçin, nga që ishte plastike nga jara, e lehtë. Dhe unë kaloj ora se mora më tani. Po këtë ilaçin unë e mbajta për provë. Nuk e piva më, e mbajta për provë. Tentove në Angli dhe më the që ke qenë shtatzën. Mbaj mend që doja të ikja në Angli atëherë dhe unë kisha një kartull nga taftotita greke, që se ke parasysh, dhe unë tani aq më që kisha vendi unë atëherë. Edhe do ikja me tren për në Angli dhe më kanë kapur tek kontrolli me fjalë dhe donda që unë isha shqiptare. Për ca kohë në Biruc apo nuk e di si më para burgim? Para burgim shtatzën. Biruc ishin poshtë, trenave ka Biruca, ka zyra policore, po, ka zyrat e policisë. Ti shtatzanis tënde, ato nuk e fundorën zemër që ti mos qëndroje në një Biruc. Jo, nuk donin t'ja dini, plus që kishin një komunikim vulgar, sepse unë do ikja nga Belgjika në Angli, po. Dhe më the që kanë tentuar që të vendosnin të linjen lakuriç edhe pse ishe shtatzën në Biruc. Më kontrolluan mirë policët femra poshtë në Biruc, mirë kontroll ekstrem, sepse dyshoni për diçka tjetër, ndërkohë unë isha shtatzën dhe më kanë sjell një aparat për të dëgjuar zërin rrahjet e zemrës bebit. Po, dhe aty u vërtetua që unë isha shtatzën, përpos kësaj më thanë që ti do rish lakuriç dhe në brenda në Biruc ka dhe kamera. Ose dia, domethënë privatësia zero. Ishte me kamera, ishte çdo gjë me kamerë. Brenda në Biruc, vetme, po në Biruc. Çdo gjë beton,
batanie po të doni ta jepnin, nuk më dhanë brenda 24 orëve, edhe pse i bija ziles, nuk më përgjigjeshin. Dhe doni të më lëni lakuriçi, tash jo, nuk ka shans unë të ri lakuriç. Unë jam femër, më vjen turp, unë jam shtatzar, unë e dua këtë fëmijë në bak. Dhe unë s'mund të bëj krime brenda me veten time. Dhe ligji aty ishte që femra, nëna që janë shtatzar mbi 5 muaj nuk kanë të drejtë të udhëtojnë. Si me tren, si me avion me. Dhe më lanë të lirë. Më quan deri te stacioni trenare dhe unë s'dija ku të shkoja. Dhe pastaj nga një kamp në një kamp tjetër prapë në Gjermani afër Stuttgartit. Pastaj, po, erdha në Gjermani prapë, në darkë. Doje se zbon një leje qëndrimi europian me çdo kusht. Për te shtatzanisë të vujtjeve. Fokusi im ishte doja të kthesha kur në Shqipëri. Doja të jepja një të ardhmë me fëmijës tim, kjo është e gjitha. Stuttgart, Karlsruhe, Zindorf, pastaj ku shkova unë, ishte edhe një kamp tjetër se më pastaj e fundit ka qenë Roth, i cili e kampi është në mal. Kur them tamam në mal. Gjatë periudhës shtatzanisë ke kaluar 4 kampe të ndryshme. Po, 4 kampe. Si ishin ato ndjesitë e para, domethënë ti nuk di asgjë për azilin dhe një moment e shef veten në kamp azil. Këtë e thoshja, ç'do unë këtu, ku do arri unë, ku do shkoj unë, ç'a drejtimi do marr unë, ku do më çojnë, çfarë të ardhme do ken, më thënë, i bëja pyetje vetes. Po thoshja, të dalë ku të dalë, thoshja edhe këtë. Doja ratin time, doja ushqimin, se vdisja për ushqim. Sa e fangjës kishe, stoni që ati nga ishte shtatzar ma e moshuar, e vota dim të prisje në rallë me pik të babë, dhe për shkojë në menz aty, shkrenjeshë si të do prisje një pjatë, me makarona dhe në atë sacën tjekse. O, zot. Pas shumë nepse gjatë shtatzanisë parë. Shumë. Plus kisha dhe atë valën e vetmis, shumë herë qaja me vete, thosh, më kapi ajo ato hormonet, pa tjetër. Po edhe me 176 euro më se? Po. Çfarë mund bëje? 4 kilometra nga kampi, e do merrshim lejen, më thënë, e bëja çdo ditë, nga kampi deri në qendër, për të marrë pak wales, për të fërë me familjen që jemi mirë, dhe për të blerë në një sallam, në një domate, në një gjë të thjesht, me fjalë se nuk dishim dhe lehtë. Shikoja diçka që kishte në dorë, më vinte të merja. Çdo gjë më hashte, çdo gjë. 8 muaj e gjysmë mu shtatzan, konstatoj që fëmia ishte 1 kg 700 gram. Ishte shumë nën pesh, doktoresha më shkruajti një letër që të drejtohesha te drejtori i kampit aty, që ty të duhet patjetër një shtëpi private dhe të lënë të lirë. Dhe shkoj pastaj te drejtuesi i kampit aty, shumë e nervozuar, i thash të lutem më jep leje të unë, se kishin kreç shqiptare, po shpërndashi, unë isha e fundit, vishin të rinj, unë isha e fundit. Me thonë, i shpërndashin në përshpia, gëzonin një shqiptarët, azilantët që vendishin në përshpia. Unë prisja. 2 muaj gjysmë dalë nuk mund sa do të më dhe i them drejtuesit të kampit, të lutem më jep urgjent leje për të ikur në shtëpi. E galë dhe më thëmë ku në cilin qytet, vetëm të lutem jep shtëpi, nuk mundem dot më, dua të ha. Dhe ai e bëri këtë. Po, mbas 2 ditësh më ka thënë të dha lejen për të, po dhe një shtëpi gjithashtu. Po, shtëpi. Te gjithë situatave tua ke përkthyer dhe të tjerët, nga shqipja në anglisht. Shiko, në kamp aty kishe dhe opsionin tjetër që të fusnin dhe në punë për të fituar lek. Ishte 1 euro dhe në 4 euro në ditë. Mund të pastroje lulishte, mund të pastroje korridoret e aty çadra sistemoje çdo gjë. Dhe unë zgjodha opsionin që të bëja përkthyese në anglisht në shqip, sepse kishte shumë shqiptar, 1-2 ditë pa parë. Si u ndjeve në ditët e para mbas lindjes së fëmijës? Me foshin 3 muaj e linda fëmin, bas 23 orë të meri kam hequr 23 orë për ta ndjek të fëmijë. Për fat mirë më ka ardhur mjeku i familjes time në 4 të mëngjesit. Sepse ajo e mira është ti bërë dhe holle diku në det, të ka ardhur. Si ka qenë momenti i parë kur ta hollën vajzën të gjoksi? Unë kam lind të fëmijë, është fëmia im. Dyshoja, thoshja s'ka mundësi unë të kem bërë fëmijë, u bëra me fëmijë, shumë në trurin tim. Dhe të thash që më kapi një depresion i holl.
për 6 muaj rresht, çdo ditë e laja, e pastroja, e ushqeja, gji nuk kisha, nuk më erdhi gjiri, dhe sa net të tëra pa gjumë, dhe prap thoshja, është fëmia im, moj është fëmia im apo jo? Ama diçka ta solli Zotit mirë në këto rrethana. Ishte ai bukuroshi që jetonte përballë. Shiko, Zoti, unë themi shpesh që Zoti nuk të lë pa gjë. Nuk të lë pa gjë, domethënë, do kesh edhe anën e errët, po do kesh edhe anën e dritës, domethënë. Unë jo se kisha shpresa në jetë se do gjeja dikë tjetër, do ma formonte jetën më bukur, apo ta di unë isha fokusuar për të arritur këtë fëmijë, me thënë drejtën. Pavarësisht se isha përplasur në një zhgënjim nga e kaluara dhe se kisha e kisha përjashtuar si opsion se unë do krijoj një jetë tjetër. A mund besosh tek dashuria pasi e braktisur shtatzën? Qëlloj që një bandit, një bandit ma vodhi zemrën, ai kishte dikuja 3 muaj që më përndiqte, unë se dija kush ishte gjitoni, se kisha iden. Ke parasysh ato shtëpit azylanëve që i kemi lavatriçet bashkë, më se thash se në çdo gjë të përbashkët, edhe ai më vite robat. Kur unë nuk isha aty, se shkoja te shoqja ime e ngushtë, ai më vite robat. Shikonte nga dritarja ku ikja, ça bëja, nga veja. Ai më vite robat, i mirte erën e robave. Nuk mi kthente më. Kjo ishte një formë shumë e çuditshme dashurie. Pastaj kur u bërëm bashkë, domethënë kur më tregon rrobat e mia, po si rrobat e mia. Një valiçe. Sot të ruaj tash. Ishte fiksuar pas meje, po që lindi një dashuri shumë natyrshëm. Nuk isha besim. Nuk doja ta sforcoja veten, haj se gjeta, përfitova tani nga kjo lidhje, hajde. Jo, e lash veten të lirë, të dali ku të dali si lidhje. Më mësoj shumë gjëra. Ai madje ma bëri dhe më të lehtë rritjen e fëmijës, sepse kur e njoh atë ishte goca ime 4-5 muajshe, diçka e tillë muskënjej. Wow. Dhe sigurisht kisha eksperiencë në fjalë, dhe prej ti të dy bashk e menaxhonim rritjen e fëmijës. U sol tamam si një baba i vërtet. Ta them sinqerisht. Ma bëri më të lehtë. Dhe pastaj keni 4 fëmijë sot bashk. 3 me të, domethënë, plus gocët. Po, besoj se edhe vajzën ai e konsideron fëmijën e tij, nuk besoj. Çfarë të jep të forcë të vazhdoje? Unë diagnostikoha me kancerin në mitër. Dhe më pa, më kontrolloi, tha, ti je urgjent për operim, tha. Ta shumë, po doktoresha ime më ka thënë na e lëm për në mars. Jo, tha, s'ka shansa, ti nuk ke më kohë, tha. Futem në operim. Me thënë, kisha diku 1 vit e pak lidhje me këtë që jam tani, në babarën e fëmijëve, dhe nuk i kam treguar. Edhe gocën vendosa t'ja lëja shoqësime të ngushtë. Ndërkohë ajo vetë nën me 3 fëmijë. Janë futur diku te 1 e drekës. Në momenti që qëm nga narkoza, unë nuk kisha zë, më kishte ikur zëri, po them. Dhe bëja kisha dhimbje. Dhe konstatuan që unë kisha hemorragji të brendshme, futem përsëri në operim. Më thënë, në të njëjtin ditë unë 2 herë operohen. Dhe diku te ora 10 e çerek, sa ka thënë ai, ti je mama e lesë, thash diçka nuk shkon. Edhe nga që nuk flisja se më kishte ikur zëri, i shkruaj në letër, i më slorap si them unë, më zbrit poshtë në pavionin e fëmijëve. Dhe unë shikoj gocën time e dashur, që i fusin tubat në hund, kishte marrë ilaçet e shoqes time. Dhe kur mbaroi çdo gjë që u përmirësova një çik, dhe kur i tregova që unë jam operuar nga kanceri i mitrës, u afrua dhe më shumë me mua, domethënë, u bë tjetër lloj njeriu. U bë më i dashur, më i kujdesshëm, më i dhimbshur. Sepse shpesh ne dëgjojmë histori femrash ka ndërtuar biznese dhe gjëra dhe na duket sikur ti je një femër sot, ka vlerë vetëm nëse ti ke familje, ndërton dhe biznesin dhe bën 700 gjëra. Ti po bën një gjë, kaq të bukur, ke 4 fëmijë, po i kujdesesh, po i falaj shumë dashuri dhe për mua kjo është nëna më e suksesshme. Kur shikon fëmijët e tu me tekat e veta, me pëlqimet e veta, me kur të vinë te krevati në mëngjes që të zgjojnë, ku ka më bukur? Ja, nuk ka më bukur, është e vërtetë. Kur vinë aty te kuzhina të shikojnë se si gatuan, janë kurioz, kur shikojmë dalim me aktivitete, domethënë është gjë më e bukur. Unë nuk dua që asnjë nën të humbi këto momente. Dhe ja ke dalë deri diku me leje qëndrimin në Gjerman.
të theksojmë se diku te 3 muaj e gjysmë më erdhi negativi një fjalë që të lësh Gjermaninë për 7 ditë. Dhe për fat të mi kisha njohur një shoqen time shqiptare dhe ajo më prezantoi me avokatin e vet, më ndihmoi, hapëm gjyq në një qytet tjetër dhe mbas një muaji gjyqit mua më erdhi pozitivi. Që mund të qëndroje në Gjermani. Por me kushtin që nuk kam të drejtë të kthehem kurrë në Shqipëri. Dhe ti nuk je kthyer asnjëherë në Shqipëri? Ama vetëm nëse marr pasaportën gjermane. Si ja bëre për ta mësuar gjermanishten? Pastaj është mundësia që të japin të shkosh në Kurse integrimi. E ke të detyruar. Në gjuhën gjermane, unë kur nuk e kam qef gjuhën gjermane. Nuk ma jep atë të likun dhe pikë. Tani mbas 11 vjetësh e ndjen që Gjermania është shtëpia jote? Po, jam shumë falenderuese që më kanë ndihmuar, se tani këto ndihma që unë kam marrë këtu në Gjermani as në ëndrrën më të madhe nuk do i mesha në Shqipëri. Përpos kësaj ke shumë opsione se si të rimëkëmbesh në Gjermani, të japin opsione se si të vazhdosh një Ausbildung, një shkollë profesionale ose një diçka, nuk të lën pa gjë në Gjermani me fjalë. E rëndësishme është që ti ja ke dalë dhe sot ke një jetë ku Gjermania është shtëpia jote dhe kjo gjëja mua sepse më godet një çekan këtu në kokë që më thot gjithmonë unë do ja dal. Kush jam unë që mos ja dal? Unë do ja dal, more dhe pikë. Dhe a thoj edhe të njëjtën gjë një shqiptar që ndoshta është fiks në kampet azil kërkuese, në rrethanat përafërta me tuat? Po, patjetër mos u dorëzohen. Të dalë ku të dalë, more, të dalë ku të dalë. Mjafton shëndeti. Dashur të falenderoj shumë që vendose të marrësh kohën e fëmijëve për ta ndarë me ne. Të lutem. E vlerësoj shumë. Ishte kënaqësi që fola me juve. Je një dashuri. Me informacionin e duhur, emigracioni bëhet më i thjeshtë. Abonohu që ta kalojmë këtë rrugë bashkë.